shumë se 27 vjet pas masakrës në lagjen e bosnjakëve në Mitrovicën e Veriut, shtëpia ku ndodhi krimi është kthyer në muze. Njëra nga banorët e kësaj lagjeje rrëfeu ngjarjet e asaj dite. Këta 9 vet i kanë dalë për murit, ka thonë ju për Shqipëri. 4 vet këtu janë të vranë. Jo që janë të vranë, po janë edhe të kallët. Janë edhe të kallët. Brima e tynve kujshit në kanë thonë ka shku në hava. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, pasi dëgjoi rrëfimet për këtë masakër, tha se Kosova sot është më e fortë se kur, pasi sipas tij, kriminalët janë larguar, ndërsa vendi është një republikë e pavarur që po forcohet vazhdimisht në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes. Të gjitha këtu vendet të masakrave e të krimeve të Serbisë, që janë të gjitha llojet të krimeve, edhe krime kundër njerëzimit, edhe krime lufte, edhe krime gjenocidit, po i shndrojmë në vende të kujtesës kolektive, që do të ndihmoj për dokumentimin e krimeve për brezat e ri, për studiues të ndryshëm, por gjithashtu edhe për drejtësinë kundër atyre kriminalëve, qofshin ekzekutor apo urdhërdhënës. Shtëpia që u kthye në muze i përkiste familjes Sahiti nga Mitrovica. Ju apërcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministri në detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonci u kanë bërë thirrje të rinjve të aplikojnë për pranimin e kadetëve të rinj në forcën e sigurisë së Kosovës. Sipas njoftimit, nga sot është hapur konkursi për pranimin e 44 kadetëve të rinj, të cilët do të kenë mundësi ta ndjekin shkollimin ushtarak në Qendrën për Studime Universitare në Kosovë.